Të dashur vëllezër, prej gjërave me të cilat arrihet apo fitohet kënaqësia e Allahut madhreshëm, je i dashur tek njerëzit, e zbukuron jetën tënde, je model i mirë i Islamit, e lumturon veten dhe i bën të lumtur të tjerët, është edukata e mirë, sjellja e mirë, morali i mirë, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: me të vërtetë njerëzve nuk ju është dhuruar diçka më e mirë se sa morali i mirë. Andaj, në jetën e besimtarit, edukata e mirë ka një rol shumë të rëndësishëm dhe një vlerë shumë të madhe. Ka qenë cilësi e pejgamberëve të Allahut madhreshëm, ka qenë cilësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë cilësi e burrave më të mirë këtij ummetit, burra të cilët e sakrifikuan veten, kishin dert këtë fe dhe e ngritën këtë fe me moralin e tyre të lartë, të butë dhe të mirë.